kishte që në 2014 Rusia që ka marrë Krimen, aneksoi Krimen. Nga 2014 në 2018, 2019 prodhohet Covidin, 2020, 100 vjet nga gripi spanjoll. Na plasi Rusi-Ukrainë pas Covidit. Tani plasi kjo lufta 40 ditore, armë pushim, na doli handa virusi. Se ky është probleme. Ne nuk po marrim vesh tani ku fillon agjenda nga fatkeqësia natyrore. Në fakt të them vetëm një fakt që dua ta dëgjojnë me vëmendje shikuesit tanë. Kur mori fund Covidi? Kur filloi lufta? Përfundoi në vitin 2022, kur rusët hynë në Donbas. Dhe nuk e di ne keni ndjekur, unë e kam përmendur në për shumë emisione, se juve në Shqipëri Edi Rama u mban në terror censure. Mediat ruse si Russia Today treguan laboratore biologjike që amerikanët kishin krijuar në Ukrainë, ku merreshin zojsh shtektar, infektoheshin me koronavirus dhe hidheshin drejt Rusisë. Domethënë kur unë edhe Altin Goxhaj e Alfred Shaku e tjerë thonim në vitin 2019 që koronavirusi është një armë biologjike që e kanë hedhur amerikanët, neve na vinte nga mbrapa policia antiterrorit, më hapin edhe proces antiterrori. Pushtimi rus i Donbasit vërtetoi e bardha në zezë që koronavirusin e kishin prodhuar iranianët, këta amerikanët në për laborator dhe e hidhnin në për botë. Frika që unë kam në këto momente është se amerikanët, nga që nuk përballeshin dot në atë kohë me Kinën dhe me Rusinë, lëshuan koronavirusin që të krijonin kaos botror. Në këto momente ku Trumpi nuk ka çfarë t'i bëj Iranit, unë kam frikë që këta mund të lëshojnë një hantavirus apo një koronavirus të ri, nga që mbaj mendun atëherë në vitin 2019 ishte edhe një profesor Francis Boyle, i cili ka qenë personi që shkroi ligjin biokimik të Amerikës, dhe ai doli atëherë po e heshtën mediat dhe tha koronavirusin e kemi prodhuar neve në laborator. Dhe duhet kuptojmë që këto viruset hidhen me qëllim, se janë armë biologjike. Si mund ta mundësh ti armikun? Me armë kimike, me armë biologjike dhe e fundit fare me armë nukleare. Por me armë nukleare është problem, se po e godite Rusin me armë nukleare, Rusia do të kundërpërgjigjet. Ndërsa me armë biologjike ti nuk e çaj bën, se ti nuk ke fakt që ta provosh që është armiku që po ta çon. Dhe ne e dim që gjatë luftës së Koreas, amerikanët atëherë kanë përdorur armë biologjike, ishte një yellow fever, që i spërkasnin këta ushtarët koreano verior dhe këta smureshin dhe vdisnin. Ata njerëz që dinë historinë e Amerikës, kur këta kolonët amerikanë u zjeruan amerikanët nga këto 13 kolonit dhe shkuan drejt Kalifornias, Louisianës e tjerë, është një fakt i mirë dokumentuar që amerikanët përdorën atë yellow smallpoxin apo lin, jepnin rroba këtyre indianëve aborigjen, rrobat i spërkasnin me lidhe, kështu i kanë vrarë në masë. Domethënë, amerikanët e kanë bërë historikisht këtë lloj gjëje. Dhe një gjë tjetër shumë interesante që ndodhi me këtë luftën 40 ditore, nuk e di nëse e kam përmendur në emisionin tënd apo jo. Pas mbarimit të kësaj lufte, në Iran është bërë nami duke rënë shi edhe bor edhe në Irak. Iranianët gjatë luftës 40 ditore kanë sulmuar këto qendrat që izraelitët kishin ndërtuar për modifikimin e kohës apo për mbjelljen e reve, për krijimin e shiut artificial. Dhe përveç armës biologjike, zionistët përdorin edhe armën e modifikimit të kohës. Biles po flisja me një mikun tim përpara disa ditësh, se haberi më i fundit nga Arnautistani që nga që izraelitët pas kanë hapur një kompani në Shqipëri për matjen e kohës, dhe kjo kompani do bëhet domethënë
kjo kompani do e ketë selinë e saj në ishullin e Sazanit. Pse në ishullin e Sazanit? Nga që po të hapet një kompani apo një institut i këtill në Shqipëri, shqiptarët do të shohin, do të kuptojnë se çfarë po bëhet. Unë jam shumë i frikësuar se çfarë do bëjnë izraelitët në ishullin e Sazanit. Mund bëjnë një modifikimin e kohës, atë që bënin me Dubain, që ta fjalabiet ta thajnë Shqipërinë nga shiu për vite, që shqiptarët ikin e ta rratisen nga vendi i tyre në mas, ose mund të përdorin edhe armë biologjike që t'infektojnë njerëzit me viruse dhe Allahu e di se çfarë mund bëjnë. E të mërshme është. Mërshme vlla, domethënë jetojmë në kohëra shumë terta, jetojmë në kohëra shumë, ose kemi jetuar, po tani kemi pësuar të procesin e zgjimit, kemi hapur perden dhe po shikojmë që çfarë që kish bërë në Rogoz, a kupton? Se ne dim çohesh ke të bësh me komshiun, e shan nga ropt, merresh me fjalë, zihesh për një vend parkimi. Edhe quhesh idiot nëse ti flet edhe kërkon më shumë. Ore çfarë po bëhet këtu nga bota, a kupton? Bolti, shojt se din ata lart, a kupton? Se ky është mentaliteti vëlla. Ky është mentaliteti jon, unë ndjem vetëm fatkeq, e di pse ndjem fatkeq, shumë i vogël për të ndryshuar në gjë vëlla, kupton? Ky është fataliteti, por kam pranuar shumë absurde tjetër, kështu që do më duhet ta pranoj edhe këtë pa shumë dhimbje. Dhe problemi tjetër është se kur ne themi shumë nga këto gjëra që themi, që nga prodhimi koronavirus, s'marrin për budalla ose për agent, thonë është agent këtu, kupton? Si më shante njëri i budalla para një jave, thoshte i ka dhënë urdhër Ayatullah Khamenei që të na sulmojë neve Skënderbeun, kupton? Domethënë thoshte njëri i budalla, thoshte po hakmerret Irani me Shqipërinë, thoshte po na sulmojë neve Skënderbeun. Edhe është problem. Nuk ja kanë aberin fare. Di pse nuk ja kanë aberin vlla? Se do ngacmojnë një tezë, do ta bëjnë një temë tjetër. Nuk ja kanë aberin fare sepse mendojnë që për fatet e këqija të Shqipërisë kanë faj të tjerët. Ta nuk ja kanë bërë kur pyetjen pse lobi shqiptar brenda perandorisë osmane kur nuk foli për Shqipërinë. Pse shqiptarët e Stambollit kanë qenë gjithmonë kundër shqiptarëve të tjerë? Se janë letra, janë arkiva. Nuk i shmang dot ato. Nuk i din ta bëjnë, se vllan, nëse ti bën pyetje, pse greqisht e u fol dhe serbisht e u fol, është se ka pas disa njerëz që kanë mbrojtur atë lobin valla. Kanë lobuar, siç lobojnë sot. Nëpër media, nëpër gjitha. Këta ku ishin? Domethënë si po student, po profe, po duhet kisha ardhur ti përgatitur në provim për mua. Jo vlla. Vjen ti për veten, a kupton? Unë ose të kaloj ose të ngel në varësitë e njohurive tua. Ky muhabeti shqiptar me imperatorinë osmane është muhabeti gjatë, nuk po i hyj kësaj, bëjmë një bisedë tjetër inshallah. Se po i hyjmë kësaj e mbarojmë pas nesër.